Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot kam kënaqësi të kem një musafir special të ftuar në rubrikën intervistë. Është një djalë i cili na lën shumë shpresa që në të ardhmen të kemi vërtet një këngëtar të madh. Është Arjan Micakaj, i cili ka zgjedhur rrugën e muzikës dhe neve natyrisht do bisedojmë dhe do mësojmë më shumë gjatë kësaj interviste mbi këtë përzgjedhje që ti ke bërë. Arjan, mirë se erdhe dhe faleminderit natyrisht që pranove ftesën për të ndarë me gjithë shikuesit e televizionit Bojnë ëndrrën tënde. Faleminderit juve, mirë se u gjeta. Jam shumë i gëzuar që më keni ftuar këtu në studio. Është kënaqësia jone Arjan dhe vërtet të përgëzoj që në fillim, duke qenë se ka disa ditë që ka dalë coveri jot i parë dhe vërtet është spritur me sa shoh unë shumë mirë dhe uroj shumë që të priten të gjitha coverat dhe mos të jetë vetëm i pari, por të ketë edhe shumë të tjerë. Faleminderit. Atëherë, Arjan, siç edhe thash që në fillim, do doja të dija se si ndihesh pikërisht tani që publikove coverin tënd të parë dhe ke hyrë në rrugën e muzikës, vendose që ti drejtohesh artit të bukur të muzikës, një tjetër trieshian me një zë bil. Faleminderit. Siç thatë edhe ju vet, kjo është coveri im i parë dhe shpresoj se do të vazhdojmë të punojmë këtë ritëm dhe për ditë dhe më shumë të krijojmë bashkëpunim me maestron. Jam shumë i lumtur se publiku t'i pëlqeu coveri im i parë dhe shpresoj se edhe tjerë. Së zgjodhe pikërisht të vish me këngën Nar Folet për ta filluar karrierën tënde. Përse kjo këngë? Çfarë do të thënë kishte? Ëndra e babit tim ishte pikërisht kjo këngë Nar Folet, që pikërisht me këtë këngë t'ja filloj unë rrugtimin tim muzikor. Le zgjolla që t'ja plotësoj ëndrën e tij. Bashkëbiseduam me të dhe me profesorin Marki Unçaj, i cili më drejtoi tek maestro, me cilin bashkëpunuam, biseduam, u morëm vesh dhe realizuam këtë cover. Dhe duke qenë se ja realizove një dëshirë babait tënd, sa është ai i kënaqur kur e dëgjon këngën që ti faktikisht e këndon me shumë emocion? Ai është shumë i lumtur. Jo vetëm babi, të gjithë janë shumë të lumtur sepse kam plotësuar ëndrën e tyne dhe ëndrën time. Dhe vazhdoj që të realizoj sa më shumë. Po. Dua të di se si ka lindur dashuria jote për muzikën dhe këndimin. Faktikisht kur ka lindur? Di që je tani maturant, di shumë mirë që ti ke përfunduar edhe shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Triesh. Doja të dija si lindi pikërisht ajo dëshira ndaj muzikës. Gjithashtu duhet të riteksuar se ti ke qenë edhe një sportist, je marrë goxha kohë edhe me futbollin, po nga erdhi kjo muzika? Unë nga fëmiria jam rritur në tingujt e muzikës folklorike dhe popullore, pra përmes SHKABES-ës ku fillova vjet me këngëtar aktiv, dhe aty duke ushtruar, duke përgatitur këngët dhe vallet, lindi dashuria që të provohem edhe në këngë. Pra duke marrë lavdata të mira, dhe kjo ishte ideja që unë një ditë të bëhem diçka në rrugën muzikore. Po. Duke qenë se përmende shoqërinë kulturore artistike Besa të Trieshit, dim që ti për të parën herë faktikisht performove me këtë shoqëri, apo jo? Ishte kur dhe ku? Unë performova në disa pjesëmarrje me shoqërinë kulturore artistike Besa, por nuk kam performuar si solist, por në grup. Dhe këtu ata kanë dëgjuar zërin tim dhe këtu fillova të ushtroj. Po si solist more pjesë në ndonjë aktivitet që faktikisht e tregova atë talentin tënd, pati ndonjë rast deri më sot? Po, ka pasur me 6 prill, të cilin e ka organizuar shkolla, 25 maj, ku organizatori kryesor ka qenë profesori historisë Marki Unçaj, të cilit i propozova të këndoj një këngë. Ai nuk më besoi, tha, a ke ndonjë valla? Jo, thom këngë. Dhe ai tha, pra në rregull, ku pëlqej këngët e mia, dhe jam ka shumë të lumtur që kam dalë me këngën e Malësisë me 6 prill.
Atëherë ne faktikisht kemi qenë të pranishëm me kamerën tonë, ashtu që arkivi i televizionit Bojnë mban shumë shënime, shumë gjëra, ashtu që unë do lusja regjin që në këto momente të gjithë ta rikujtojmë 6 prilin, ku Arjan Micakaj këndon një këngë për të parën herë përpara publikut si solist. Pra ishte hera e parë, dali atij e parë zyrtarisht duke kënduar. Ta ndjekim këngën dhe rikthehemi natyrisht në pjesën tonë të dytë të emisionit Intervistë. Po knoj këngën e malësisë, krenaria shqiptaris, disa herë kanë djegë pjekë, nuk të me bytën, nuk ke vedek, luftë ndërshek u i luftë gjithmon, e o moj krenaria jone. A do të lindish dhe të zonë ljula, a do të rritish prapë gjunë mula, a ka nanqi për kunë djepa, a ka nanqi linë zonë zeka, a ka nanqi linë qashtë furka, a do të linë prapë baca kurta. Zjarën nga syte, flakën nga goja, pretash zeka, burën nga koja, bashkë si shota e azemit, e tringen ora, brigjet e cemit, mara shuci me relahutën, jem malësor se njohi me tutën. Shumë të kallën e shumë i kallë, rosh malësi e male. Miq të nderuar, ndëgjuam pra këngëtarin tani të ri, Arjan Micakaj, vërtet ishte shumë kënaqësi, dhe Arjan do doja të pyesja të na tregoje pak më shumë në lidhje me përvojën tënde në studio me maestro Agron Plumaj. Si ka qenë ky bashkëpunim me maestron, sa je i kënaqur, sa kohë jeni përgatitur, sa kohë ke ushtruar e kështu me radhë. Siç e dini edhe ju vetë, Agroni është shumë kërkues, dhe është me të vërtetë kënaqësi me punua me të. Tek projekti Koveri në Arfolet, kem ushtruar kohë pas kohët, mbi 5 orë kem ushtruar dhe rikthyer pra tek gabimet për t'i përmirësuar dhe kem realizuar nga menimi ynë një cover të mirë, por edhe më të mirë sa i përket nga ana e publikut të cilët vlerësuan shumë. Po si ka ndikuar pjesëmarrja jote në shoqërinë kulturore artistike Besa në zhvillimin tënd si artist? Sa mendon se ka ndikuar shoqëria? A është pikërisht shoqëria kulturore artistike Besa që ka ndikuar që ti të vendosësh ta marrësh këtë hap që të bësh këngëtar, apo ndoshta edhe familjarët, ajo dëshira jote që në vegjëli? Pra, folklori për shumë këngëtar dhe shumë artista, muzikor, është hapi i parë. Është hapi i parë dhe aty lindin dëshirat, ashtu si edhe tek unë, lindin dëshira po në SHK Besa, dhe këtu more hapa te i parë pra të muzikës.
Në rregull. Cilat janë momentet më të paharrueshme që ke përjetuar faktikisht me shoqërinë kulturore artistike Besa e Trieshit, the që je kyçur dhe je aktiv që një vit, po do doja të dija ndonjë nga momentet kyçe, ndonjë nga momentet më të bukura që ty të kanë lënë më shumë përshtypje deri më sot. Aty ka shumë momente të paharrueshme, por nëse do të ceki logun e Bjeshkës në Korit, në të cilin marrin pjesë ardashësit mëlsor. Përveç se këndon ti në shoqërinë kulturore artistike Besa, je edhe valltar apo jo, dhe ndoshta instrumentalist? Sa i përket instrumenteve, nuk kam vesh për atë punë, por sa i përket vallëve dhe këndimit jam aktiv dhe jam shumë i lumtur që për kohë aq të vogël arrita që të jam potencial aktiv në shoqëri. Të përgëzoj. Dua të di se si reagojnë familjarët dhe miqët ndaj karrierës tënde në muzikë. Çfarë komentesh ke marrë? Ne përmendëm në fillim faktikisht babain dhe përmendë disa nga ata, po do të dija ndoshta edhe shoqëria në përgjithësi, jo vetëm me këtë cover, por edhe me paraqitjen tënde me shoqërinë kulturore artistike Besa. Cilat janë ato komente që ti dëgjon për rreth? Deri tani nuk ka pa komente të kësia, të them, por shumë komente pozitive, lavdata si nga familja, po saqërisht ashtu edhe nga miqtë e mi dhe shokët. Bukur. Ndodh që këndon në ndonjë gëzim familjar apo dhe në shkollë, pse jo, tek shoqëria jote e ngushtë? Po, bile shpesh në olla e punë kur vinë ato emocione dhe filloj me knua dhe të gjithë janë të lumtur edhe çoj pak atmosferën. Atmosfera në maksimum. Mirë, ka qenë vështirë të balancosh faktikisht shkollën dhe pasionin për muzikën, sidomos tani në fund të vitit, duke qenë se je edhe maturant dhe besoj ke pasur edhe provimet, notat e fundit, përfundimi i vitit shkollor, dhe ti pikërisht në fund të vitit shkollor vendose që të merresh intensivisht me muzikën. Ke mundur t'i balancosh? Vetë nuk besoj se kam pa vështirë, sepse kam pa përkrahje dy anshme si nga agroni, po ashtu edhe nga profesorët të cilët më ndihmuan të gjej kohën e caktuar për përgatitjet e muzikë. Mirë, cilat janë ato sfidat më të mëdha që ke përballuar deri më tani në këtë rrugtim? Çfarë mendon se mund të jetë ndonjë sfidë që je ndeshur me të ose ndoshta të pret edhe në të ardhmen? Çfarë mendon se mund të jetë sfiduese për ty? Përveç kohës nuk ka sfida të tilla, por vetëm shikoj të punoj sa më shumë dhe të realizoj në rrugtimin në vijim sa i përket muzikës dhe shkollimit. Në rregull. Çfarë mesazhi do doje ti faktikisht të përcjellje të rinjve që kanë talent, por ndoshta nuk guxojnë të dalin përpara publikut, dhe dua të di se si u ndjeve ti kur dole për herë të parë përpara publikut? Mesazhi im për të gjithë rinjtë që kanë talent do ishte që mos të ndalen, vetëm të kenë vetbesim dhe të dinë se publiku është ai që do vlerësoj për punën e tyre. Po ti vetë, si u ndjeve kur dole për herë të parë përpara publikut? Kishe emocione? Kam pa në fillim para se më dal, por kur kam dalë kam ditë se ato emocionet kanë shkuar dhe vetë jam ai personi kryesor i cili duhet të performoj dhe ti çojnë kam gjithë publiku. Ku do dëshiroje të performoje? Ke ndonjë ëndër tëndën që do doja një ditë të performoje në ndonjë vend të caktuar, apo të përfaqësosh diçka të caktuar? Ndoshta tani është vetëm fillimi, nuk kam aso qëllimesh, i them, por dëshirat janë dhe do të punojmë për ato ëndra, ashtu që do të shohim. Dal ngadalë. Mirë, a planifikon të krijosh edhe këngë origjinale, këngë tuajat në të ardhmen, apo mendon që të merresh me këngë të cilat janë vërtet hite që kanë mbetur hite dhe besoj do mbeten përgjithmonë, siç është edhe kënga Narfolet? Po, besoj që një ditë do të paraqitem edhe me këngën time, me këngët e mia, por ngadalë. Do të punojmë, do të realizojmë dhe me durim gjithçka do të arrijë. Po sa i përket krijimit të këngëve, ke ide, inspirohesh ndoshta që ti të shkruash apo mendon që të angazhosh dikë që të shkruajë këngë për ty? Sa i përket fillimit, ndoshta vetë do të kyçem. Sa i përket shkrimit dhe formimit këngëve, bashkëpunim me Agronin Plumaj, por do shohim si do të ecin koha, ashtu kemi ecur edhe ne. Bukur. Ndonjë cover ke menduar që ta realizosh tani
e hodhe coverin tënd të parë, por besoj shumë shpejt do vazhdosh të punosh edhe ndonjë tjetër, apo jo? Besoj se në qershor do kem një duet me Agronin Plumaj për coverin e dytë. Mesazhi do jetë dhe përshëndetja për vëllezërit tonë nga Shqipëria, Kosova dhe Mërgimi. Vërtet shumë interesant, uroj që të dalë një cover i bukur, i pëlqyer, i dashur dhe të gjithë ta përqafojnë me shumë kënaqësi. Dhe juve natyrisht ju uroj shumë suksese. Atëherë mund të dim se kush janë idhujt ose frymëzuesit tu në muzikë. Kush janë ata këngëtarë të cilët ti dëgjon me shumë kënaqësi, të frymëzojnë dhe ke dëshirë që ti këndosh ndoshta edhe këngët e tyre? Me qenë se jam ende i ri, nuk jam i njohur shumë me artistat e veprimtarisë muzikore, por nëse duhet të ceki ndonjë, atë rrallën e kanë këngëtari mirë njohur, kombëtar Nikola Nik Prelaj, dhe kompozitori, mjeshtri i madh dhe instrumentalisti ndërkombëtar Agroni Plumaj. Si e përshkruan stilin tënd muzikor? Çfarë dhe këngësh të bëjnë që të ndihesh vetvetja dhe kur natyrisht i këndon ato? Ku e gjen veten më së mirë? Në cilin zhandër faktikisht? E di që ke filluar me muzikë popullore, me këngë popullore, por besoj që janë edhe zhandrat e tjerë që të sillen ndoshta edhe në përmendjen tënde, apo jo? Me qenë se jam djali i Malësisë, më së miri gjindem tek muzika etno-folklorike dhe popullore, por talentin tim nuk dua ta kufizoj dhe dua të vazhdoj të punoj dhe një ditë të paraqitem edhe në fushën e baladës. A ke ndonjë dëshirë që muzika të bëhet profesioni yt i ardhshëm, apo e sheh thjesht si një pasion krahas ndonjë karriere tjetër? Tani kam si obligim e shoh shkollimin, por mbas shkollimit normalisht se dua t'i përkushtohem më së shumti edhe muzikës, sepse deri diku e shoh veten se mundem dhe duhet të punojmë për qëllimet e veta. Me qënë se përmende shkollimin, je maturant, e kam theksuar edhe më përpara, ke menduar ndoshta se cilin drejtim do zgjedhësh, çfarë do të studiosh? Kam shumë ide, por hala nuk e kam gjetë vetin në drejtim të caktuar, por do shohim. Në rregull, uroj që të bësh më të mirën, zgjedhjen më të mirë dhe natyrisht të jesh i kënaqur me atë zgjedhje dhe të korrësh sukses. Faleminderit. Atëherë do doja të dija se si është reagimi i publikut mbas daljes së coverit tënd të parë. Sa ditë u bën që coveri është publikuar? Kanë kaluar disa ditë. Coverin e kam publikuar në YouTube, në Instagram dhe në TikTok, po ashtu edhe Agroni Plumaj ka publikuar në rrjetet e sociale të tij dhe aty mund ta shikoni dhe ndëgjoni. Po, të gjithë ata të cilët janë të interesuar. Je i kënaqur me klikimet, me komentet që janë bërë deri tani? Di që është një kohë e shkurtër, por domosdoshmërisht jam më së sigurt që njerëzit kanë shfaqur interes dhe kanë klikuar, e kanë dëgjuar. Sa je ti i kënaqur? Po, jam shumë i kënaqur dhe jam përpiqur shumë për të jenë të gjithë publiku të gëzuar. Sa i përket publikut, jam shumë i kënaqur me klikime dhe shikime të cilat i kam marrë. Në rregull. Atëherë, duke qenë se jemi tek coveri dhe tek klikimet, tek shikimet, unë do doja tani të gjithë shikuesit të televizionit Bojnë që të kenë atë mundësi ta dëgjojnë coverin tënd të parë. Pra ndëgjojmë coverin e parë të Arjan Micakaj me titullin Narfolet. Kënga vërtet shumë e bukur, të gjithë e dim dhe pse jo, ta këndojmë të gjithë së bashku me Arjan Micakaj. Narfolete, moje mira, narfolete, narfolete, moje mira, narfolete, me të dvete, diçka deshta me të dvete, me të dvete, diçka deshta me të dvete, me të thane, me të dvete, me të thane, me të thane, me të dvete, me të thane, kam pas lane, për një të moqi kam pas lane, kam pas lane,
Penjate moqi kam paselane, e ke ngrane, e ke kalbo, e ke në grane, e ke ngrane, e ke kalbo, e ke në grane, se kam ngrane, se kam e kalba, se kam ngrane, se kam ngrane, se kam e kalba, se kam ngrane, kom shtin rane, tre pashte dhe kom shtin rane, kom shtin rane, tre pashte dhe kom shtin rane. Ja pra miq të nderuar, ndoqëm këngën Nar Folet, coverin e parë të Arian Micakaj, vërtet dua të përgëzoj, ishte shumë e bukur, vërtet unë nuk naqa, uroj shumë që edhe gjithë publiku, gjithë shikuesit e televizionit bojnë, ta kenë shijuar maksimalisht. Sa rëndësishme është për ty ruajtja dhe promovimi i muzikës dhe trashëgimisë kulturore shqiptare? Unë jam i vetëdijshëm për vlerat kulturore shqiptare, dhe është detyrë jona e secilit prej nesh që të jap kontributin e vet për ruajtjen dhe trashëgiminë e këtyre vlerave. A ka pasur ndonjë moment që Ariani ka menduar të heqë dorën nga këndimi gjatë këtyre ditëve dhe çfarë faktikisht të ka dhënë forcë të vazhdosh dhe mos të ndalesh? Deri me tani nuk ka pas momente të tilla, por vetëm momente të cilat më kanë frymëzuar dhe për të punuar edhe më shumë. Vërtet gëzohem që nuk i pasur momente të tilla. E di që është fillimi dhe ai fillimi faktikisht është shumë i rëndësishëm. Pra duhet të vazhdosh, të jesh i motivuar dhe mos të ndalesh. Ashtu që uroj që të ecë çdo gjë rruga jote të jetë e pastër dhe të ecë shkëlqyeshëm. Si mendon se do të vazhdojë rrugtimi yt në muzikë pas përfundimit të maturës? Si e shikon veten në muzikë, duke qenë se është edhe periudha e verës, ku do kemi edhe shumë turist, shumë mërgjimtar do vinë, kemi shumë aktivitete që do realizohen në komunën e Tuzit. Do jetë i angazhuar Ariani? Planet janë të mira, por duhet punuar dhe kam shumë plane për këtë verë, sepse do të jem në pushim nga shkollimi, dhe do shohim çka mund me bë. Në qoftë se do të shfaqet ndonjë ofertë për të kënduar në ndonjë festival apo koncert, do e pranosh? Po, absolutisht, se unë jam fillestar dhe çdo ftesë është e mirëseardhur. E mirëseardhur, absolutisht. Ke ndonjë projekt muzikor që e duke përgatitur për publikun së shpejti, the që është projekti me maestron Agron Flumaj, po ndonjë ide tënde personale, pa bashkëpunim, vetëm, e ke që të sillet në mendje që ndoshta mund të vijë shumë shpejt edhe ajo? Tani sa i përket këngëve të mia dhe disa projekteve që dua vetëm është vështirë sepse duhet të ushtruar shumë. Por në bashkëpunim me maestron do të zgjellim çka do të bëjmë në vijim dhe kështu do të vi deri tek projekti im i parë që do të bëj unë si solist. Këngën tënde si solist. Po ndonjë tjetër këngë që do doje ta realizoje, ndonjë tjetër cover, ke ndonjë këngë që dëshiron shumë ta këndosh dhe ndoshta të ngjitet më së shumti ty, zërit tënd, vokalit tënd dhe të kishe shumë dëshirë ta incizoje dhe t'ja sjellje publikut? Nuk e di, kam shumë dëshirë këngat popullore, por nuk e di. Shpresoj se do të gjindem edhe në stilin e baladave dhe një i balad të paraqitem me kohë. Në rregull. Çfarë do doje në të ardhmen si artiste arje? Cili është ai qëllimi i ti përmendë që akoma nuk i ke ato idetë e qarta, por besoj domosdoshmërisht deshte e ke diku atë një ide të fshehtë në mendjen tënde që sillet vërdall, cili do ishte ajo dëshira jote që të arrisësh si artist në fushën e muzikës? Si çdo fillestar, unë kam ëndrat e mia dhe besoj se me punë, disiplinë dhe përkushtim do arrij qëllimet e mia që të bëhem një ditë një këngëtar i mirëfill dhe të jap kontributin tim tek muzika dhe veprimtaria shqiptare. Uroj shumë Arian. Unë gjithsesi, unë do doja, në qoftë se natyrisht kjo është surprizë, mbase një refren të ndonjë këngë, tani drejt për së drejti, për gjithë shikuesit shumë shkurt. E di se të zuna pak mat, por do ishte vërtet shumë e bukur nëse ke mundësi shumë shkurt, një refren të shkurtër, ta dëgjojmë zërin tënd drejt për drejt nga studia televizionit Bojnë. Rregull.
Narme kore, shkon së zeza, narme kore, shkon së zeza, narme kore, për nare dore, merë dy drapna për nare dore, për nare dore, merë dy drapna për nare dore. Arian, të falenderoj shumë, vërtet ishte një befasi për ty, por jam mëse bindur që ishte një kënaqësi për të gjithë shikuesit e televizionit Bojnë. Ishte vërtet një mbyllje fantastike e kësaj interviste. Të përgëzoj shumë dhe uroj që një ditë të gjithë të vim në koncertin tënd. Të uroj nga zemra shumë suksese. Faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë. Bashk, mirupafshim.